Mirë të dashur, po takohemi bashkë edhe këtë javë në Spektri Podcast. Sonte do të flasim për sportin e volejbollit. Kam kënaqësinë të flas me dy trajnerët e klubit të volejbollit Flaka në Bujanos, të cilat janë femra të vetme në vendin tonë, dhe gjithashtu me trajnerin e klubit Flaka në Preshev, të cilët I kam në studio dhe do të flasim për sportin e volejbollit, për sfidat, për balancin e karrierës dhe jetës. Dhe me mua në studio janë Mimoza Mustafa. Mimoza, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma Egzon, vjen mirë që jam në emision me ty, për faktin më shumë që je një udhëheqëse femër që lidhet edhe me funksionin tonë në klub. Faleminderit shumë, kënaqësi t'ju kem këtu. Gjithashtu është Makbule Arifi, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Dhe Bekem Haliti nga klubi Flaka në Preshev, mirëmbrëma Bekem dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Fillimisht dua të falenderoj dy sponsorat e emisionit tonë, të cilat janë dy kompanitë më të mëdha vendore, kompania Royal Beverage, e cila ka shumë lloje të pijeve në treg, e ne në studio I kemi disa prej tyre me të cilat lirisht mund të shërbeheni, dhe gjithashtu kompania e transportit Viator. Të flasim pak për fillimin, si me thonë historinë e klubit Flaka, I cili fillimisht ka startu në Preshev, apo jo Bekem? Tregona pak kur është themelu, si ka qenë iniciativa e parë? Klubi volejbollit Flaka është themeluar në vitin 1995, dhe me thonë, tash jemi 2025, I bojmë 30 vite që jemi aktiv me klubin e volejbollit. Paralelisht janë formuar edhe klubi I volejbollit Flaka për femra edhe për meshkujt. Në fillim unë isha punëtor edhe si çdo I ri entuziast, kisha dëshirë që djemtë e ri, vajzat e reja të merren me sport, edhe fati ynë deshti që klubi I volejbollit Kastrioti edhe klubi I volejbollit Drita, vajzat, në play-off u zhvilluan garat në Preshev. Na vetëm patëm filluar me punu me djemtë e ri, me vajzat e reja, kishim një gatë, po kishim dëshirë të inkuadrohemi edhe në ligë, po guximi edhe mundësit vetëm nuk I dishme mënyrat si me arrit me ardher te ajo. Edhe diçka tjetër ishte shumë e rëndësi, personi që ishte në kryet Federatës Volejbollit Kosovës, ishte I anës tonë, Abedin Ibrahimi, cilat gjitha procedurat na mundsoi edhe në bisedë me përfaqësues të gjithë Federatës Volejbollit, nuk patëm asnjë problem. Garum, domethënë vitin e parë me djem edhe me vajza po ashtu. Edhe pastaj për rezultate po flas më vonë. Në fillim ku desha me thonë, volejbolli në tremën tonë nuk është njohur ashtu si sport. Ma shumë rinia janë marrë me futboll edhe me. Unë ku punojsha në shkollën fillore Selami Hallaçi, nuk ka pas terrene sportive për futboll. Kur erdha kushtet, mjetet nuk ishim, shtylla metalike, një rrjetë e vjetër të mundume. Edhe aktivitetet mbas dite I zhvillojshme edhe me fshatarët, me rininë e fshatit. Dilshin mbrëmje, luajshin. Edhe filloj sporti me volejboll me marrë farë jehonet madhe. Pastaj kur dollën gjimnaz veç fillon I mosh. Ishte një paralele kështu një gjenerat deri 10 nxënësa që luajshin volejboll shumë mirë. Dhe ishin taft edhe për futboll, edhe për volejboll, edhe për basketboll, edhe për diçka. Ishin të përgatitur, ushtroheshim çdo ditë. Në gjimnaz Mimoza ka qenë në paralele me vajzat e shkollës fillore Trauvicës. Edhe aty në për shkolla, dhe më thënë garat, veç fillun, mu ma se vizu volejbolli, mu boj interesant. Kur organizu kampionati, play-offi në Preshev, veç na kishim një farë një orije për volejbollin. E kështu që 95 të muj me thonë që kemi fillu, dhe më thëmë në bua dhe gara edhe në Ligën e Kosovës. Atje konkurenca nuk ishte se ishin, atër Kosova ishte e okupuar, dhe më thëmë nuk ishin mundësit, mu zhvillu gara si tash, konkurenca është e madhe, është problem me startu, në fillim edhe mu adaptu. Edhe na u kyçëm prej ligës 2, jenëm ligën e parë, pastaj edhe u bënëm kampiona në 97. Dhe me thëmë me djem, kurse me vajza, ndër 4 ekipet më të mira u paraqitë në 97, dhe me thëmë shku në play-off. Edhe vajzat kanë pas rezultate të mira. Normal që volejbolli është sport kolektiv dhe nuk mund me thonë që unë jam kriju si krejt në atë kohë edhe profesorat që kanë qenë aktiv, është edhe futbolli u aktivizu Ligën e Kosovës, edhe boksi, edhe basketbolli,
punojshin rinia, kishte rezultate, vështirësitë ishin shumë të mëdha për shkak financave, mirë po edhe komuna edhe gjeshim lira për me na ardhë ndihmë. Po, e rëndësishme me fillu si iniciativë dhe me pas vullnet me e vazhdu, edhe pastaj sigurisht që ato sfidat edhe veç e kam bot vetën atë kohë, po të flasim pak, në fillim është themelu në Preshев, pastaj ka vazhdu në Bujanoc është themelu Flaka, klubi Flaka. Magvule, tregon pak për fillimet, kur keni marrë iniciativën me themelu klubin edhe në Bujanoc, si ka qenë ato fillimet, derisa keni fillu? Fillimet... Ideja, kanë qenë shumë të vështira. Ide, bekimi e ka dhonë. Mas pari. Edhe unë me Moza nuk jemi njoft. Bekimi na ka njoft të dyjat. Hapne një klub. Se kishme atë guximit ta hapëm dy femra, dikur, kemi pas përkraje shumë. Gjithkush na thoshte, formone një ekip, formone. Dhe ja nisëm me Mimozën bashk, ka qenë e vështirë shumë. Ne për herë të parë kemi hapë me 22 tetor 2022. Okej. Shtator. Po. Unë kisha kontakt se punojna për shkolla, kisha kontakt me fëmijët. Të interesum sidomos na për fshatra. Janë të interesum për krejtë shkaku i udhëtimit. S'po kanë me shka udhtojnë. Po fillojnë prind një muj po lodhen, po dorëzohen. S'po munden. Vështirësi kemi mas parin financa, kushtet si kemi. Heq sallën, ashtu orarin e kemi. Ku i mbani këto trajnimet e volejbollit? Në sallën e sportit? Në sallën e sportit qytetit. Po orarin e kemi shumë të keq. Këto janë një ndër vështirësitë që na u kanë paraqitur rrugës, që u konë një rrugë e panjohur për neve, po mas andaj gjatë rrugës të pimson edhe ato shka është e lehtë, shka është e vështirë. Sallën e kemi, si infrastruktura jo ekziston edhe është shumë e mirë, po shka e bon më të vështirë këtë punë, është një klim optimale, një temperaturë optimale gjatë sezonës verës edhe dimrit. Për shembull verës, duhet patjetër me ndërprej ushtrimet, për shkak që tepër është nxehtë. Dimrit edhe ma patjetër, se është tepër ftoftë edhe është e pamundshme me zhvillu ushtrimet. E për këta e kemi ndihmë ma tepër shkollën e mesme. Aty, po edhe aty gjatë pushimit dimror edhe aty duhet me ndërprese. Ndërprehen nxemjet, nxënësat janë pushim, patjetër edhe na duhet me pauzu. Kjo me një farë mënyrë pak dëmton, se sidomos dimrit, po është koha kur na pugarojmë. Garat po fillojnë pej tetorit e ta ndej, tetor, nëntor, dhjetor, deri në mars. Domethënë kohën bash kur ti duhesh me konë shumë aktive dhe me punu, me shkut e para ti duhesh me stopu, se është e pamundur në çato kushte me. E për mujt tjetër nuk është me ditë sa problem. Problem është edhe orari. Orarin e kemi shumë të papërshtatshëm, po foli për sallën e sportit qytetit. Ora është 2 ku neve na u ka caktu orari. Për shkak se paraprakisht ka pas klube tjera që i kanë terminet, i kanë rezervu ma herët se na. Edhe 1 orë është shumë pak. Vetëm 1 orë? 1 orë 3 herë në javë. Tash na i shfrytëzojmë, mas një orë presim apo vjen do një ekip tjetër as po vjen, po edhe na shfrytëzojmë qatë kohë. Edhe kemi plus 2 grup mosha, ato fillestaret edhe ato që kanë fillu ma herët. Është e pa mundur me të 2 grupet njëjtin orar me punu. Pse se tu marrë me këto fillestarët ti dëmton ato ma herët, se me ato ki me garu edhe kitë tjetër program lypët me ato, tjetër lypët me këto fillestarët. Edhe këto një farë ndihme është pa tjetër e shkollës mesme, sala e shkollës mesme, do me thonë një termin e majmë në orën 2 me fillestarët, mbrëmje majmë me këto ma herët që kanë fillu në shkollë të mesme që garojnë, po. Kjo është në ndihmon pak ma tepër. Mimoza, tregon pak për fillimin, idenë që me udhëheq klubin komplet femra. Pse ka qenë kjo ide dhe sa ka qenë e vështirë me para për mu u konë shumë zor me vendos me udhëheq një klub, me marrë ndorë gjithçka.
Pse? Se njëherë si lojtare në flak, masandej në kastriat, në ferizaj, une ishna mësu veç me marë instruksione për dikujn, edhe në asnjë moment nuk komendu që unë duna me dhonë me një ko instruksione dikuj tjetër, edhe që janë krejt rolet ndryshme. Atëherë, për shembull, përgjegjësinë e ka pas Bekimi, e kanë pas trajnerë tjerë, ti roli jatë u konë veç me perfekcionu atë teknikë, atë taktike, edhe mingu këshillat, po, edhe me bo që ato në loj, me bo ma të mirë në loj. Qatë i ka përfundu gjithçka. Këto tash mas mirë të e kom kuptu rolin e trajnerëve tonë kur e kom marrë ndorë këtë punë. Kemi pas paraprakisht, para se me fillu klubin, shumë sugjerime pi plot megjve tonë me fillu se qytetit Bujanocit pi mungon diçka. Të rive pi mungon hapësira për gjithçka me zhvillu pasionin, talentin e vet, në fundit edhe mu marrë me diçka mu largu prej shumë sendeve tjera. Edhe ma në fund vendimin e ku marë, kur qika jeme i ka bo 15 vjetë. Ajo konë shumë këmgullse mu marë me volejbol, edhe s'ka pas kusht tjetër. Une me një farë mënyre u konë opcioni i vetëm na femra, bulën e kom njoftë, kështë si profesoresht të edukatës fizike, se unë për ndryshe se kom të kry me edukatën fizike. Bekimi gjithashtu ka lobu, ka bula, ka onë që na me fillu dishka. Mira ma po ta momenti u konë kur qika jeme ka këmgullë shumë. Bekimi në atë ko vendosi me mbyll me klubin e meshkujve, po, edhe me kalu, i njëjti klub me kalu në Bujanocë, më thonë veç vend ndodhja ka ndryshu. Kështu që një ko u mërë me përgatitjen e dokumentacionit, po pse u konë e rëndësishme për mu, edhe pse kom vendos veç femra, nuk u konë bashkë dhe pa mendume, kom dash me kallëzu me një farë mënyre me sfidu edhe vetën, edhe neve si femra, edhe me kallëzu që ndashtë kemi edhe një potencial që na nuk e dim mrenda vetës. Normalisht që duheshtin me pas një parapërgatitje ma hershme, një farë edukimi na drejtem, mu më ka ndimu ajo që më konë veç volejboliste. Këtu kombinomi masandej me Makbulën, që është profesoreshe edukatës fizike, edhe ma shumë që thash me tregu që edhe femrët kanë potencial për diçka, u konë një ide për me sfidu mentalitetin alfa male, mentalitet që nënkupton që në përgjithësi në shoqërinë tonë, edhe na përbot është kjo, jo veç të na, që është historikisht i mbjellëm, që është kulturalisht, që mashkuj duhen më konë gjithmonë në pozita udhëheqëse, gjithmonë, e na femrët jemi për diçka sekondare, e të poshtë, edhe normal që gjithmonë na mveshet ajo barra që na e kemi ma shumë për kujdesja ndaj familjes, ndaj shtëpisë, ndaj shumë sendeve tjera. Do të thonë që kjo edhe mi ndryshu pak u konë ideja ato normat që janë të pashkrume, mi rimodelu, mi rimendu këto norma. Krejt na, jo veç edhe gjithmonë e thom, një nisëm çfarë do që është për femra, që ka të bëjë me femrën, është nisëm drejt emancipimit. Për mu nuk është emancipim veç me kry shkollën, është kryesorja, po emancipimi është në shumë fusha. Që këti emancipimi, unë e besoj që i Bekimi veç i ka parapri 95-ën. Mës me pas ekzistu qaj klub, na si lojtare, pavarësisht që na kurse kemi mendu gjatë rrugtimit tonë që na kemi me udhëheq një njëjti një klub. Edhe e thash, që i ka parapri Bekimi, që saj masandej ky mentaliteti provincialist gjithashtu pak na ndëshkon. Çfarë do shta me ditë përveç këtë mbështet, sa keni hasë në paragjykime në... Paragjykime, une drejt me thonë edhe atëherë, edhe shti kur si u marrë me paragjykimet. Për mu me një farë mënyre nuk kanë egzistu. Mirë po, me udhëheq një klub, mu marrë me diçka që ka të bëje veç me femrat, është edhe një thyrje stereotipeve gjinore. Krejt ato që ajnë mendu ti i thënë, dhe rishte edhe jep një model për gjeneratet e ardhshme. Sot ndashte lojtarët tona, shumë ma let kanë me pas se onë me marrë një vendim me udhëheq. Sa do që Bekimi krejt këto e ka pas klubin, po u konë mashkull, edhe unë e ku mendu që mashkullin duhet me udhëheq. Sot unë e besoj lojtarët tona në një tardhme, nuk kanë me mendu këtë send, nuk kanë me mendu edhe besoj që pak ma let kanë me vendos në qoftë se kanë i ofrohen rrethana tjera lehtësuese.
Ndashtë kom hala me thonë, s'pedi shumë, po... Nëse të kujtohet sigurisht, tabut i kemi thy. Po, që kjo tabut i kemi thy. Fatë mirësisht, në falë e gëzonë, thëmë gjithmonë, historikisht që është në tonë, kanë egzistu njerëz, jo ndashtë shumica që i kanë thy edhe i kanë parapri ndryshimeve, për ndryshe. Dëshmia më e mirë që janë po këto ndryshime është që kjo tavolinë. Edhe çto paragjykime, çto stereotipe i kemi thy vetë na, edhe të dy gjinit, jo veç njëna. Po, e vërtet. Unë vetë po du me shtu me mozën. Domethënë, edhe pedagogjike është, edhe tani nuk punohet më meshkuj me punu me vajzat. Profesoresha, volejbolistja që u marrë me volejbol punon në gjeni femnore. Unë punoj me gjeni femnore atje, po prap ka vështërsi, dhe me thonë, edhe shpreja, edhe pse... Komunikimi është ma e leqë Kam kërku edhe jo mundu, por nuk donë kërkush volonter me punu pa para. Edhe mundohen krejt me pas gatshme me kritiku din, a me punu kërkush. Po, e vërtet. Edhe kur të mërrish rezultate, pse se ka bo këta, pse se ka bo ato. A me marrë guximin si të dy zonjat, është shumë punë e madhe, edhe shumë kohë ma herët edhe kolegët e mija i kam pyet edhe këmasi. A ka fitime, a ka përfitime, jo. Absolut, jo. Edhe guximin, dhe me thonë që kanë marrë këto, është për mi vlerësu edhe është për mi përkëra, të tjenë. Edhe në historit Luginës jemi, unë edhe Mimoza. Shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme. 2 trenere jemi në ligën ku garojmë, vetë me të femra, plus shqiptare. Edhe ekip të meshkujve kemi pas. Moshën 20 vjeçare. Ekip meshkujve kemi pas në 2 trenere. Po, në fillimet e tona janë paraqit djemt vullnetarisht që kanë dashur na mi ushtru me ata dhe shtibula vazhdon që 1 vjet me ata kemi vazhduar. Kemi po loja miqësore kemi pas në Kamenic, në Breshev, bile ka qenë edhe kemi pas ftesë turnir ka pas në Kamenic për 28 nëntor. Aty e kemi marrë vendin e parë. Kemi vendin e parë, kemi marrë kup, medalje, mirënjohje, të gjitha. Ma sa ndaj beach volley që edhe beach volley në harrova. Po. Mbi 30 ekipe kanë qenë, me djemë që kemi marrë pjesë në Kamenic. Aty ka qenë ndër vendin e 4 kemi marrë, po kjo është absurde, kjo është histori për neve. Po na bjen shorti me reprezentacionin e Kosovës. Po. Me lujt. Lugina. Djem që kanë ushtru, ndoshta në muj veç. 2 femra që i kanë ushtru. E ai reprezentacioni i Kosovës garon gara ballkanike evropiane, e na Nuk përball me ata, nuk kërkon bash, po, nuk kërkon bash. E rëndësishme shumë kjo. 2 herë kemi marrë pjesë, 2 vite në beach volley. Po. Po, me djemt. Tregon pak Makbule, sa është sfiduse ose e vështirë me punu si trajnere udhëheqëse një klubit, si profesorishe edukatës fizike edhe me qenë një familjare. Në këtë rast, zakonisht gratë hezitojnë këto, apo mund me imri, apo mund me ja dole, a është e vështirë me funksionon? Shumë është e vështirë, po shqyrë zotin, me Mimozën kuptomi shumë, Mimozë po më rri, shka... Koordinomi mirë në këtë drejtem, po, koordinomi mirë. Në shkollë, që po thunë, në ushtrime, pi kemi 2 grup mosha, në shpe 100 punë. Zonë për vështirësit, mas mire e ki spjeguti në monodramën që e ki pas grugur. Dëmë thonë, krejt që ato e spjegojnë rolin tonë, edhe sa është e vështirë me marrë me dishka publike dhe me kontribu për të përgjithshmën. Po, qëfar sfide me ma mërmendja, një ndër sfidet është që tonët na me dalë për qësaj komfort zonës që jemi konë, gjithon me bo një lëvizje ma tepër. Kjo është sfid. E dyta është sfid më konë e gatshme shumë me dhonë për vetës, si psikikisht, si fizikisht, edhe në shumë të në rastëve dhe materialisht, dhe me thonë që kjo është sfid. Po. Sfid është edhe me heqë dorë prej të bërit mirë gjithë shka. Na prej të vogla jemi mësu gjithë shka me bo mirë në shpe, jashtë shpijës. Këto duhet disa sende që janë pak ma sekundare, terciare, që na deri një moment për neve në konë të rëndësishme që ato duhet me milion edhe mi caktu prioritetet tona. Ka shumë femra që mendojnë që unë po muj me balancu ato këto, unë për vetë s'ko muj me balancu. Po u dasht me prioritizu, cila është ma e rëndësishme që ta me bo mas miri. Për momentin klubi lyp
shumë për kushtim, lyp për pjekje, që aty ti duhesh mu mundu me dhonë maksimumin, me marrë informata, me besa dhe mu trajnu, këto në të ardhmen besoj që kemi mi bo. Duhet mi caktu prioritetet, jo mu mundu me balancu gjithë shka, se është e pamundshme është. Nuk shkon poshtë kur gjo, po me rëndësimi i kryo ato fokuset me pas sukses në ato gjanat kryesore që i bani fokus. Me heqë dorën qaja në këta po do me bu mirë, këta po do me bu mirë, gjithë shka me shku në perfekcion që është e pamundshme. Që kjo është një ndër sfidën e përmenden edhe Bekime dhe Bula, ajo është mungesa fondeve, ajo është si të gratë, si të meshkujt kush do që udheq, se vjen një moment kur ti mu lodhësh, edhe së nja del. E vërtet. A krejt kjo është për mi kontribon një shoqënie që ndosh, sporti, aktivitetet kulturore, çfarë do qofshin ato, ndash sport, ndash krejt këto i kontribojnë një shoqënie që ndosh, edhe këtu krejt shoqënia duhet mu vedisu edhe mu konë për krah, me mbështet shka do që është në dobi të kësaj. E vërtet, po shpresojmë shumë që kanë mu vedisu ata që të cilët duhet me kuptu që sporti, kultura, të rritë duhen me u përkra realisht, sepse është e nevojshme për vendin tonë, për fillimisht, pastaj edhe për individ të caktur. Bekim, të flasim pak për klubin në Preshev. Sa ka interesim të femrave ose meshkujve me që i ketu dy gjinit, është interesimi nivel? Me krahasu me vitet e 90-ta, tani është, mu me thonë që volejbolli një ndër sportet më të masovizuar në për shkollat fillore. Mbajnë rregullisht garat për mes organizatës për kulturë fizike, i thrasin arsimtarët edhe i përgatitin e ekipët, bëhet atmosferë impozante. Kur janë garat e shkollave fillore, ki është knatësi me marrë pjesë me pa talentet e ri. Edhe tash është ma letë, ma parë o dasht një pregadit vetë se volejbolistin në rrugës në gjenë. Po. Mi pregadit vetë për me mujtë me bo volejbolist. Kurse tani është ma letë se merë pjesë kur kanë gara edhe i zjedhë, cili është ma jatë, cili ka teknikën ma të mirë edhe është shumë pozitive. Edhe një tjetër dukurish ka është shumë ma pozitive ta se atëherë, atëherë kanë tjetë dhe lojtare edhe kanë ardhë vetë. A ka ra shia, ka ra borë, ka ardhë dhe në salë. Kurse tani i bim prind. Po, ta shumë letë. Edhe veç mu largu për i telefonit e mu largu për dukurive negative, mos me hina për lokalet ku pije dohani, i bim prind, dhe me thonë, në stërvitje edhe lusin, a bon, a zbon. Me gjëse numëri po është i kuvizum, sala na infrastrukturën e kemi ma dopt se në Bujanos. Bujanos a ka salën e sporteve, na në Presheve kemi një shkollë atje dhe duhet pak mi pas do të njofë shumë e marë se së ne merë kush do shkollët. Edhe pse janë të gjitha nëzanset shkollëve, s'du me pas pengesa. Mirë po për me udheq një klub volejbollit, dush më konë edhe drejtor, edhe trajner, edhe gjitha mundësi dush një pas. Edhe shofer. Edhe nga njëherë thëmë, nuk po punojnë kolekt e mi, nuk punojnë me fëmijë me asi. Dikush nuk e ka guximin. Nuk e ka guximin se s'mund me arrit, për shembull me shku në komunë atje duhesh me lut. A keni mundësive na si do mjete se po do me bo gara? Pyesi më së pari a ki rezultate, s'ki rezultate. Një klub që formohet në fillim të rezultatet mos pritet, rezultatet pritet mas 3-4 viteve. E kështu që i arsyetoj me një farë mënyrë kolegë që nuk kanë guxim. Përndryshe punohet edhe masovizimi i volejbollit është në nivel duhet. A merrni shumë pjesë në për gara? Në për gara tani ku bojmë gara në ligën e qarkut Leskosit. Ati marrin pjesë 11 ekipe. 11 xhiro i kemi pas. 11 xhiro si vjet kemi startuar me klubin e volejbollit femrave. Në grup moshën e seniorëve. Edhe pse lojtarët janë krejt moshës U17, domethënë 17 kadetë më unë garuar edhe tjerët me pionire. Mirë po për mu forcu pak më shumë që nikos ato veç kanë fillu gara dhe janë të shku mirë. Pres rezultate vitin e ardhshëm me pas ma shumë rezultate. Kur majmë ushtrime, domethënë 3 ekipe i formojnë për me zhvillu një lojë. A ma parë s'ki mujtë një bod 6 lojtarë, 12 lojtarë me zhvillu lojën. Tani është ma mirë, domethënë mujtë me thonë asi. Edhe diçka tjetër shka shumë është pozitive, sot që na keni ftu këtu në emision, shka ku i masovizimit. Nuk kemi ditë na me bo propagandë.
kemi qenë kampionat Kosovës, kemi qenë kampionat super kupës të Kosovës, kanë shkrujt gazetët në atë kohën. Mirë po të ne mungesa e mediumeve, ka bo që shumë njerëz nuk e din që ekziston, që ka ndodhur. Ma herët Mimozës Jashur e pyetën bëj anoncës edhe Preshevës. Presheva ma herët. Mimoza ka luajtur për klubin e Preshevës, domethënë se e ka edhe ma herët. Fillim edhe ne 2020-ën me ekipën e meshkujve e arritëm me hin ligën e dytë Serbisë. Mirë po për shkak kushteve edhe gjeneratat të ndrun, jo studime, unë isha angazhuar me tjera obligime, u desh me shu klubin për 1-2 vite. Edhe luta edhe me Mimozën edhe me Vulna, keni mundësi, keni guxim me dhon kurajo pak me marrë, se nuk është problem, domethënë ju e njohni sportin, për krajën keni me pas edhe pi tjetër kujt edhe pi neve. Edhe dhe vazhdun. Mas 2 viteve pauzë, edhe vajza ime çika, edhe ajo me volejboll topin mas veti, shkaku i saj u desh me aktivizu edhe klubin e volejbollit femrave, a njerë startova edhe me djemë edhe me vajza, me këshyr. Po vajzat ma serioze, në me thonë, djemë të herë vishin e nuk vishin edhe së një pojshë lejtarë, ashtu çka dojsh e ti. Kurse tani, janë mirë, dhe me thonë, edhe masovizimi është në regull edhe presim rezultate. Që isha lutë edhe kolekt tjerë më inkuadrua, jo një person, rezultatet e sporteve kolektive se një merë një individ. Sport kolektiv, gjitha duhet më mburë, krejta të shë për krajin. Bekimi e potencoj që ka i vinë për shkollave të mesme, ka organizot turnirët, këto dhe më thonë i ndimojnë shumë klubi që kjo shumë ma shpejt me nxjerë talente, të na është e kondër ta. Neve nuk na vinë të përgadetem, asë një nësans, sa i përket volejbolit, ndoshta në futbol e në këto sporte tjera, nuk e di, faktikisht na pizeros fillojnë. Edhe duhet me potencu që në fillim lirisht mu i me thonë sa për talent nuk kanë pas gati se as njonja dy ndashtë e krejt. Po me një farë mënyre u dasht mi bo me pun volejbolli, se s'paku elementet kryesore mi bo këto, se kur në vendet ku ka ma shumë njerëz, për shembull këto Vraja, Leskovti, këta kanë banor ma shumë. Edhe njerëz që janë të angazhum, edhe familjet, shumë ka ma shumë familje që i qojnë në për sporte. Këto është ma let me zgjedh talentin. Saj e zgjedh ato shka duhen. E ka teknikën e ato. Na s'kemi mundësi me zgjedh. Na duhet me zarë, me një farë mënyre, me kriju, po. E fatë për neve është me na qëllu dhe nja që vjen kështu vete ka të lindun. Edhe shumë vlen me potencu gjithashtu se për mu kone të mërshme kur kemi fillu as me vrapu nuk kanë ditë. Shumë për mu kone interesant. Ndashte kjo jeta... Frika pas pitopit. Shumë herë dhe shumë nuk ka goj. Sot është volejboliste shumë e mirë, bash ajo që i ka shumë frikë. Të më thonë, mu më doke që kjo jeta sedentare e sodit, që të më thonë fëmijët telefoni, teknologjia, këto ja ka bo që këta edhe lojët mos me lujt natyrë. Loja natyrë të zhvillon, me pas lëvizje pak edhe sportive edhe normale edhe vrapin, me bo që shduhet këto neve nuk na kanë arë qase. Edhe për që ato... gjatësia. Po, një element edhe po që duhet për me pas sukses është edhe gjatësia e lojtarëve dhe kjo na mungon. Neve na ndëshkon të ardhmën, ky sens se di a u lidhëm tash krejt, kem dashur të fol për diçka tjetër, po shumë e rëndësishme dhe kjo. Do shta me të pyet pak Magule, çush është një ditë e trajneres? Sa duhet me pas disiplinë këto trajnimet e volejbollit? Çush funksionon një ditë të zakonshme? Disiplinë pa disiplinë sun më rrinë kur gjë. Nas një fush, bile jo veç në sport, po. Nas një fush. Nas një fush, heq. Disiplinë pa disiplinë s'më rrinë. Pun, disiplinë. Duhet përkushtim. Shumë përkushtimi madh. Po dush më përgatitë edhe në shtëpi, masandej në terene sportive. A keni pas rezultatet mira në garat të cilat keni shku? Mirë, na jemi të kënaqur.
Se pritshmërit I kemi pas zero. Se dhe është viti pari I garimit u konë 2024-2025. Edhe na jemi fillestar dhe pritshmërit I kemi pas zero që I përket vet, po viteve tashme që tha dhe Bekime me fillu me përmirësu. Mirë, po bullet ceke që sa I kemi pas fitore, sa dhe Bekimi se kenim dhe gjiro kanë qenë 6 fitore, një loj ka qenë interesante. Ramazan në konë, lejtarët e në konë të lëta, të hupje me konë 2-0, 2-1, 2-2, 3-2 fitojmë loja. Kjo ka qenë surdulit, se kemi rikëthy, do me thonë. Në atë ligën ku jemi na, pi 2 ekipeve, pak kemi pas pak frikë, janë ma 25 vjeqare përvoj kanë. Vraja dhe Surdulita, Vraja ka 2 ekipe. Se na përballmi me ekipe që kanë përvoj shumë të madhe, ti këtu I ki veç 2-3 vjetë përvoj, dhe kjo... Edhe gjatësia aty lujke shumë. Po, plus I ki për me një 70-80. Po, lejtare tjera. Kur dalim për para, është pak ma shtet. E veç me këshyr. Po, me një rënd kjo ndikon psikologjinë e qikëve, aty si ta shofe për para, edhe kjo, edhe me dit me lujt e kemi pa, te qikët që s'kan dit me shfaq kitë qatë potencial që I kanë pas. Edhe kemi dit që është kjo psikologjike, se shofin atë për para. Përveç këto trajnimeve që I bani, a ka raste ku ato dëshprohen ose dojnë mu dërzu rrugës, cila është aja metoda që I motivoni me qenë pjesë e klubet? Këtu dush më konë edhe psikolog, edhe shumë është e vështirë, po nuk e di, duhet pak thjesht krejt që I thomë bon e lojen tonë, bon ato që e bon për det në stërvitje, edhe mirë është se në fundit së në prit ma shumë, për më rëndaj një periudhe të shkurt së mund është me prit këto mu rendit në vendin e 2-3 të ligës. Edhe ka tash nuk përna binë mend shka që I motivojmë, ama... Une po ju të regoj. Hajde të regona. Kur kemi loja, lojë nervozone edhe qajnë. Po. Në më thonë nervoza, pse? Edhe ku thoma, si ja shofin që është e madhe. Po. E bonen që gjunë forth edhe së ne blokojnë edhe krejt ato. A jënë lojtari dhe matë vogla, po e mbulojnë fushën mirë dhe fitojnë. Ato si bojnë malë hitë që bojnë men që I mojnë do se të vogla. A me të majat motivohen ma shumë dhe zhvillojnë lojnë matë mirë, interesant. Po. E ku ke inati, pse humbëm, zjatë një 5 minuta, 10 minuta. Po kur përfundoj e loja, zakonisht kur jemi jashtë, kur përfundoj e loja, si të hypin makinë, ja lishojnë zonin edhe këtë në muzike qojnë. Sa mirë. Ka qenë një rast, një loj, të gjatësia që përdojme, kemi një lojtare është ma e shkurt, edhe ato ishin shumë gjata, edhe qaq, janë si loja, edhe kjo trenere pëtuta me hi. Se s'dinjë të isha me lujt. Edhe janisi aja pëllun, edhe qaq ke në form, që po ena fitoj ke, 3 shërbime me një heri fitoj. Edhe po lyp treneri kundërshtar time out, Lina po lyp time out, edhe kërja ka nisë mjë bërtita tëmve. Na nuk ju bërtasëm, tona. Nuk e praktikojnë heqës. Edhe këto më nërë po këshyri na, unë e pini ujë, hece ku që apëshe që pi mumi na, apëshe që dinë ma mirë se na. Shumë ka qenë interesant. Edhe plus për ju bërtet, treneri ju thot, një fmi vogël për ju mund. Ato në me ishin gjata, që thot me moza 10, një fmi vogël dhe ke për ju mund. Une nuk e di shtja është përparsi, adopsi e jemi, a thonë e di edhe që është më konë lojtare, po edhe në këtë pozicionin që po, trejona pak këtë dalimin. Po, une thjesht më do këtë sakte kuptoj ku është problemi, kur t'janë ato ngarkume psikikisht, ose që kanë dhe një problem tjetër që tha Bekimi, edhe para kisht shprehen ato me neve, pak me femra është ma let mu shprej, edhe tash nuk e di a është dobësi që kom një farë empatije shumë të madhe, një farë ndërlidhje që ashtu empatike me ato, a është dobësia për parësi, nuk e di veç, pak a shumë i kuptoj kur janë edhe që tha bula me bërtima, me kësi nuk kemi zgjedh kur mi inkuraju, ose se nuk e dim qësh funksionon psikologjina atenve. Kjo është individuale, të dënjonja funksionon, të dënjonja jo, po nuk kemi zgjedh në qatë mënyrë me motivu lojtarën. Me qëfarë mosha? Janë krejt në tër 14 vjetë. Dhe më thonë me një kohë shumë delikate janë. Këto janë adoleshente, në kohën kur e zhvillojnë personalitetin e vetë, edhe nuk e dim, apo thomë kjo
kjo mënyra pak ma arrogante, ma e vrash se qysh ndikon në ato. Kështu që kemi zgjedhë normal me udhëheq, pa shumë mirë. Pa tepër arrogancë, pa brutalitet, mos të folmi. Kanë ndodhur shumë raste referat, trenerat e kundërshtarëve i kanë dënuar referat, ju sjell aq keq me lojtarët e veta, i hudhin shishet. Thjesht edhe nuk është natyrën tonë, tash nuk e kemi natyrën çashtu. Tash ajo ka me performu qatë që e di ka me performu pavarësisht te ç'është sill, është një motivim pak ma tepër. Shpesh unë shkoj më shumë hajgare. Unë edhe hinin loj knaqo. Po. Çato që e kena mësu, çato e bëne. Po mirë. Po, ka njerë problem është edhe çato nuk e bojnë, ama kjo është ngarkesë psikologjike, është kur gjo nuk është tjetër. Veç e shohin me kom po përballën ose mvarët ku e di çfarë disponimi kanë ato para se me ardh aty. Kemi edhe asi raste. Tregona pak sa është e rëndësishme kjo puna me humor, me sport, ose me aktivitet fizik për njeriun, sidomos veçantinë për fëmijët në këtë rast. Edhe për fëmijët, se këtu në këtë himo krejt, te njeri him fëmijët, mëdhajt, rritur, të vegjël, për mu, tepër është e rëndësishme, dhe shumë shpesh mendoj me veten, thom, me ditë se cili njeri sa është e dobishme për vetën tonë dhe mu marrë me një sport, qoftë edhe një ecje 30 minutë që 3 herë në javë. Unë besoj që trotuarët e Bujanocit nuk ishin të mushëm me vetura, po me njerëz. Nëse kishmi kuptu krejt ato. Edhe mendoj që njeri është i dizajnu me, këto dhe literatura e thot, është i dizajnu me lëviz, që në formimin e vetë. Mendohet që homo sapiens, si njeri i lasht, një njeri i lasht, ka pas qasi ndërtimi fizik sa sot një atlet i olimpik. Do të thonë, ai nuk ka bo ku një farë ushtrimi specifik, po mënyra e jetës e ka bo ato më konë të zhvillum, si muskujt, si gjithçka. Edhe, mas andaj ki fakte, argumente shumë nga studiust në të fushave të ndryshme sa është e dobishme për njerin, sa është aktiviteti fizik. Kur folim për sport, për aktivitet fizik, krejve ju asocion me dukje, do të thonë mu dok mirë, a është e kundërta. Benefitet shëndetit fizik edhe mendor janë pa numërta. Për shembull, gjatë një aktiviteti fizik ti ki qarkullim më të mirë gjakut. Kjo rrjedhimisht e ki një trup më të oksigjenum. Ki oksigjen në tru ma shumë edhe në trup. A me një trup ku ka oksigjen shumë, është e pamundshme mu zhvillu edhe me mbjetu qelizat kancerogjene, që do me thonë është një ndër masat preventive për kancerin. Dash është pak digresion për temës, po lidhet prap me sportin. Për shëndetin mendor, mas andaj është shumë e rëndësishme. Njerëz që mirën me sport rrjedhimisht janë edhe më të lumtur. Shkenca e vërteton që gjatë mas një aktiviteti fizik prodhohet endorfina, është hormon i lumturisë, përveç hormoneve tjera që i ki serotonine, dopamine, këto që trupi prodhon me raste tjera, në aktivitet fizik është endorfina. Ti e ki një njeri ma të lumtur. Mas andaj kjo të krijon një farë varësie aty. Edhe për herë trupi e lyp, mendja e lyp që ato. Edhe unë besoj që varësia ma e mirë, krahas librit, që njeri mujtet me pas, është aktiviteti fizik. Mas andaj një ndër smundjet ose me thonë problemet që është Alzheimer, harresa, demenca që e lidhin të na. Shkenca ditë e ma shumë për vërteton që aktiviteti fizik e parandalon ato. E parandalon humbjen e kujtesës, i kontribon memorjes, me një memorje ma të kfjallt, ma të mirë. Për fëmijët mo është e patjetërsueshme më marrë me një aktivitet çfarë do qoftaj, po mas jemi te sporti këtu edhe cili do qoftaj nuk pe lidhi veç me volejboll. Aty ku e kanë hapësirën, është ata fëmijët moshën, qatë moshën në zhvillim personalitetit edhe karakterit këtëne. Krejt çka kam mësu gjatë një aktiviteti sportiv, përveç sportin që kam mësu, ai kam mësu disiplinën. Ka me marrë një farë përgjegjësie kolektive, që i vjen natyrshëm ajo. E merr sidomos në sportet ekipore. Ti nuk je më përgjegjës veç për veprimin tonë. Te sporti individual besoj bekema është ndryshe. Ti mo është suksesi joti. Këtu ki me marrë përgjegjësi edhe për tjetrin, se çdo veprim i joti e afekton edhe ekipën tjetër.
si në sjellje, si në performancë në lojë. Edhe që kjo përgjegjësia masandaj unë besoj i motivon ata me ushtru shumë e ma shumë që mos me dëmtu ekipën. Pa masandaj çka do shta me thonë disiplinën, këtë përgjegjësinë, po krijojnë miqësi shumë të mirë, po edhe tjetër Shkurt shqip, mendja shëndosh, trup të shëndosh. Ka shumë benefite, do me thonë që i zhvillojnë, i ndikojnë në zhvillimin e personalitetit këtenve, për edhe që i shërbejnë të ardhmen me çfarë do që mirën ata. Sa është e rëndësishme e dim, po sa i përkrahin familjet, fëmijët ose vajzat në këtë rast me qenë pjesë e një klubi, sa janë ata shtytës për këtë punë. Sa janë të vetëdijshëm dashte për sa është e rëndësishme fëmijët më marrë me aktivitete, nuk e di, sakt nuk e di, po ka prej atyne që janë të vetëdijshëm. Mirë, po unë e shoh një diçka shqetësuese, më duket në përgjithësi jemi të investu më shumë në dukjen dashte në ato fizike të fëmijëve, në dukjen se sa në ndërtimin e brendësisë apo personalitetit atyne. Për që ato unë besoj që duhet me marrë prend, se cili prend më informu sa ma shumë, edhe mos me investu veç në garderobë, në këto mbrëndësimin e se cilës dëshirë që kanë ma shumë të bojnë me dukjen, se sa me mbrëndësin e fëmijës. Tash, ndoshta ka dhe që janë vetëdijshëm, po mundësit për me pru deri këtu, aty i kufizojnë. Sigurisht, unë deshta me shtu, sigurisht që janë vedjesu tash popullata dhe një numër pa. Ma herët kur në viteve 90 ka qenë shumë problem me arë një fëmijë i Rainsës, për shembull Rainsë Preshев, distanca 14 km 15, me arë në stërvitje, për shkak kohës e mbrëmje, zakonisht fëmija mbas dite apo jo në shkollë, në Zansët, edhe stërvitjet i mbajmë ora 8, mbas i kryen orari mësimor. Edhe me arë një prind me ta pru fëmijën me kerë, kushton ajo. Tash jo, tash do me thonë ekipën e vajzëve që kemi të Leranit, kemi Strezocës, Miratocës, vazhdimisht do me thonë i binë prind me makinë vetë, organizohen, do me thonë njerë një prind, dhe kryesor në stërvitje nuk mungojnë fare. Sa mirë, që ka shumë kjo është do me thonë, prind e kanë vërejt që kjo është me rëndësi për fëmijët e tyre. Se çdo fëmijë pikeme, çdo fëmijë telefonin dorë edhe i frish me sy edhe me krejt më rëndësin. Po edhe këtu, pas në harru me cek që veç me i largu pi telefonit, që krejt e lidhin me probleme me sytë, por kur gjo nuk është probleme me sytë, sa është radioaktiviteti që i telefonit. Këto pak besoj që e mendojnë, e një shkputje pi telefonit nuk është pak, se më do këtë prind e kanë hup autoritetin vetë me janë dalë telefonin, me janë caktu kohën. Kur vinë me një sport, ai ka më përgatit, ka me artu, derisa të kthejet lodhet, një kohë baja gjithë mirë, ai e kalon pa telefon. Edhe diçka tjetër deshta me shtu. Është interesant të sportistat në përgjithësi, po mbasi kum punu me klubet e volejbollit, me volejbolista, gjenerata e parë, ku du me thonë sporti sa ndikon në shëndetin edhe në trurin e njerëzit. Gjenerata e parë, gjithë ata volejbollistë që kanë lujt, kanë kry fakultete. Krejt janë shkollë. Edhe gjenerata e dytë, ashtu gjenerata e dytë i kun pas 15, edhe ata janë krejt në shkollë. Edhe tani e shoh, do me thonë, edhe i jap rëndësi pak më shumë fëmijëve, nëse nuk vjen, nuk i merr notët 5 në shkollë, i ki njësha, nuk më duhesh në Zans. Me një farë mënyrë lypët inteligjencë, është sport që kërkon edhe inteligjencë, jo veç fort. Edhe duke u marrë me sport, zhvillohet edhe inteligjenca. Edhe ajo është më i thjellët edhe ku shkojmë me mësue, me asaj është pak më. Na veshimi në fund, në minutat e fundit të emisionit, na dash shumë mesazhe, tash për fund, çka do të mendoni që është diçka shumë e rëndësishme dhe nuk e cekëm në këtë bisedë, lirisht mundeni me thonë kërkesë, mesazh, çka do të ju mendoni që është e rëndësishme për klubin e juaj, për fëmijët, për kudo lirisht. Për klub për volejbollin po flasim, është klub, është sport i cili mund ta përfaqësojë Luginën e Preshevës edhe në arenat gjithkombëtare. Më herët, kur ka pas aktivitete, Luginën me sport, me futboll e kanë marrë. Tani, volejboll kur organizohet, lirisht edhe me vajza, edhe me djem, e bëjmë një ekip që e përfaqësojmë. A kemi qenë ftuar më herët, kur organizosin gjithkombëtare lojna,
në Dorse, në Tetove, në Prishtinë, në Lugin s'kemi mujt me organizu. Një vit ka qenë si rotacion, do të thonë një vit në Prishtinë, një vit në Maqedoni, një vit në Shqipëri. Këtu s'kemi mundur, arsyet e kemi ditë, sallë s'kemi pas, edhe infrastrukturë me një pjanë. Po du me thonë që volejbolli lirisht mund e përfaqëson Luginën edhe më mburr me edhe në beach volley, edhe që ta lojtar janë ambasador që të vendit vogël me një provincë, do të thonë një vend me mundësi shumë të vogla, po që mujtet me nxjerr nesër emrat mëdhaj. Për fund i kisha apelu të qytetarët e njerëz që kanë mundësi me ndihmu sportin, me sponsorizu sportin. Për rinien nuk e bën për bekimin e për mimozën e për magulën. Absolut jo. Se kemi pas raste kur kemi kërkuar ndihmë, ka ardhur ka thonë për hatër tonë. Nuk është për hatër tim, ajo është për hatër të rinisë tonë. Ta kemi rininë e shëndosh, të merren me aktivitete, ajo është pasuria më e madhe. Edhe këta që merren me politikë, edhe këta duan sferat e sportit duhet pak me parë në ardhmëri, jo vetëm aty për aty që ka që ndihmoj edhe u kry puna. Një herë për 7 vjet. Kërkoj pak në procedurë pak më gjatë. Ton mundësitë si një fëmijë i Prishtinës, si një fëmijë i një qyteti më të ndaj se bajagion jemi të kufizuar në aktivitete, shkaku i që të nve mundësive sosh një që nuk kemi njerëz që mund në krejta fushët kemi, tu nisbi ty, tu nisbi neve, kemi po mungesa e fondeve i stopon edhe ondrat e atenve. Unë du të mja dhonë mundësin fëmijëve, pata dhe diçka tjetër, po është ne për pak pa të mindal me mimozën garat, shkaku i financave. Bekimi e ceki me kere kena shku une, me kërtemin, mimoza me kërën e vetë, që ka shlojtare që ishëm, po i falemderojmë, i kemi pas ndimat, mas pari i kemi pas Zymerin. Po, vlen mi cek njerës që kemi pas, për kra, po. Në fillimet e tona, jemi kon kafe të pi me Makbulën, edhe jemi kon në fazën e përgatitjes dokumentacionit. Po, bekimi mo dihet që është ai kryesorin mbështetësion kryesor, edhe familjet e tona ajo dihet. Pa, ato është kur gjos s'kish fillu besoj. Po, një ndër Zymeri është një mikijoni për bashkë, edhe tu folta shkajni të bo, aty na i kalzum që jemi të në formim të klubit, tha mu më kene mbrapa për gjithë shka ju nevojitët. Mirë, po na krej që na u ka dash në fillimi ju konë topat, edhe na ka mundësu. Na mo nuk kemi kërku ndim, se mas andej dull konkursi i Këshillit kombëtar, aty jemi mirë njosë 3 vite, me qatë. 3 vite me ata kemi kalu, dej tash. Edhe në fund, shqyqër asociacioni qytetari Bujanovcit, i vazhdum garat për si jetë këtë sezonën e dytë garuse dimror, dhe më thonë na i ka mundësu ata. Këshilli nacional, 3 vite me tepër u konë thelpsore, e rëndësishme ndihma e Këshillit nacional. Për me fillu, diçka ti me diçka duhet me fillu, qysh me zerës mundësh. I që tërkujt kërkujt s'kemi pas. Po ka dhe individ për prindve që kanë qenë që na kanë ndihmu. Po, i kemi pas. Diçka. A institucionet? Jo. Shumë keq. Jo. Do më thonë, vetëdijsimi duhet me shumë majtë pari te institucionet, ata duhet me bo punën kryesore të vendit. Mas andej jonë këta njerëz të vullnetit lirë, që dojnë me ndihmu, po këta jonë shtesë. Drejtori për kulturi, një dhe sport në Bujanovc nuk ka, barën preshev si quhet qendra sportive. Nuk dishëm as ku shku me mimozën, kush ka lidhe këtë për sport, të që në salë sportit, me ka me folat. Sala sportit është veç një objekt, kur gjotë tjetër. Nuk ka një qendër ku ti drejtohesh, edhe bon projekte, bon plane, qësh kanë me u zhvillu krejt ekipët, qësh kanë me funksionu, kjo mungon. E kemi pas një projekt, po nuk pecekum, ndoshta na bohet, ndo njerë. Një projekt me mimozën, s'kemi pas në dimbi kërkojt. Shkoj shumë komun. Po. Edhe kur? Ka qenë në barë kombëtar, si preshev që e pati të boju për herë të parë. Për beach volley, ka qenë fjala, po ndoshta do ta bojmë, asi të bohet në drejtori e sportit. Pa mbështetje, pa. Sigurisht është shumë barë kombëtar edhe diaspora kur ta këtë. Ne në Preshev nuk uzojmë mua në kurse, na kanë ndihmu. Po.
kemi kërku ndihmë, atë sa kemi kërku na kanë dhënë ndihmë. Okay. Edhe ata kanë vështirësitë e veta, më thonë nuk e kanë vetë sportin prioritet, po mas zgjedhje, mas rregullimeve, ishin pak probleme, kur shkojshe mo anku, rroga punëtori s'ka marrë, aty po lyp për aktivitet, ishte pak, edhe faleminderit kanë ndihmuar edhe tjerë, motoristët për shembull i kemi në Zvicër, vendas të Luginës, ata kishin një fond që ndihmojnë, për me përfundu kampionatin, ata më kanë ndihmu, se për ndryshe, ligën ku garojshim, na mendojshin që po dalin pundahen 2 regione, e me pas loja më pak, dikon 10 loja i planifikojshmi. Ata nuk e ndajtën ligën, o desh me zhvillu 20 loja harxime, me shku kur shumë livë, është rrugë e gjatë edhe fëmija mi hub 4-5 orë, mësë me adhoni një sendviç është pak. E vërtet. Çato vështirësi dhe tona janë. Inshallah takojmë herave tjera, flasim për rezultate më të mira. Po dyshoj edhe po shpresoj shumë që kemi më ardhur dhe me fol prapë për rezultatet e klubeve. Unë ju falenderoj shumë jashtëzakonisht që ishit sot në Spektri Podcast për gjithë këto mesazhe, sidomos për forcën që e tregut, edhe uroj shumë suksese treve, 2 klubeve, sa më shumë suksese gjitha atë vajzave të reja që mirën me sport, edhe djemve gjithashtu. Ne me kaq po e përmbyllim sonte Spektri Podcast, shihemi javën tjetër, deri atëherë mirëmbëjtje. Faleminderit Spektri.